Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në Info D në televizionin DTV Media. Sot është dita e fundit e kësaj jave dhe e këtij misioni për këtë javë dhe do të flasim për balotazhin e zgjedhjeve që do të mbahet dielën me 9 nëntor në 18 komuna të Kosovës, në të cilat në raundin e parë nuk u arritën të zgjidhen kryetarët në raundin e parë. Dhe do të kemi ballafaqime të jashtëzakonisht të forta, duke nisur nga kryeqyteti Prishtina, pastaj Mitrovica e Prizreni, por edhe komunat e tjera. Se kush do të fitojë, kush do të humbë në këtë balotazh të 9 nëntorit, do të flasim sonte me Kenan Gashin, drejtor ekzekutiv i OJC-s Avonet, dhe të shohim se cilat do të jenë gjasat pra që në këtë balotazh, cila parti do të fitojë dhe cila do të humbë më së shumti. Por së pari, si zakonisht, ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Prokuroria themelore në Gjakov ka njoftuar se është arrestuar personi me inicialet AI i dyshuar për vrasjen e 2 vëllezërve që ndodhi të entën në fshatin Golubos të Malisheves. Lidhur me rastin, policia e Kosovës thuhet se në koordinim të plot me prokurorinë e shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme. Brenda afatit të parapar ligjor ndaj të dyshuarit AI do të paraqitet kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente, thuhet në njoftim. Për arrestimin e tij detaje ka dhënë edhe policia e Kosovës. Në njoftimin e policisë thuhet se i dyshuari është arrestuar në fshatin Ploqic dhe ka pasur plagë që dyshohet se janë shkaktuar nga arma e zjarrit, ndërsa në QKUK kanë dhënë detaje lidhur me gjendjen e të arrestuarit. Rreth orës 8:30, pavarësisht, është pranuar një pacient, mashkull, i sjellur nga policia e Kosovës, i lindur me 1984, me plagë sklopetare nga armë zjarri. Gjertani janë kryer gjitha ekzamenimet e nevojshme në qendrën emergjente dhe ka vazhduar trajtimi gjerë pak më herët. Pas ekzaminimeve të kryera dhe konsultave adekuate, pacienti është transferuar në klinikën e kirurgjisë abdominale për trajtim maturitës. Një rast tragjik ka ndodhur në spitalin e përgjithshëm të Pejës, ku një fëmijë rreth 1 vjet e gjysmë ka humbur jetën mëngjesin e djeshëm pas përkeqësimit të gjendjes shëndetësore. Policia e ka cilësuar si trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor. Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar se fëmia i tij rreth 1 vjet e gjysmë pasi e kishte dërguar në spitalin rajonal të Pejës për shkak se kishte qenë në gjendje të rëndë shëndetësore, ka ndruar jetë. Sipas ankuesit, ai edhe me datën 5 nëntor 2025 fëmijën e kishte dërguar për trajtim në spitalin e njëjtë dhe pas tretmanit ishte liruar në shtëpi, thuhet në raportin policor. Ndërsa në një reagim zyrtar, spitali i përgjithshëm në Pejë ka dhënë detaje për ecurinë e trajtimit mjekësor. Fëmia është pranuar në spital në orën 22:15 të datës 5 nëntor 2025 nga mjeku kujdestar me ankesa për të vjella. Pas trajtimit të ofruar, gjendja e tij është stabilizuar dhe ai është liruar me rekomandimin që të përcjellet nga afër dhe në rast nevoje të rikthehet për kontroll shtesë. Në mëngjesin e datës 6 nëntor 2025, rreth orës 7, fëmia është sjellë sërish në spital, këtë herë në gjendje të rëndë me çrregullime të vetdijes dhe probleme serioze në frymëmarrje. Më njëherë është trajtuar nga ekipi i mjekëve me oksigjen dhe terapi mbështetëse, por për shkak të përkeqësimit të gjendjes është kryer intubimi nga ekipi i anesteziologëve. Pavarësisht masave reanimatore të ndërmarra me përkushtim dhe sipas protokolleve mjekësore, fatkeqësisht fëmia ka ndërruar jetë në orën 08:50, thuhet në sqarimin e spitalit të Pejës. Qeveria në detyrë ka mbajtur mbledhje elektronike të njëjtën më 6 nëntor. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, kabineti qeveritar në detyrë ka marrë 3 vendime. Kanë miratuar propozimin për të kërkuar nga presidentja dhënien autorizimit Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për nënshkrimin e marrëveshjes së kredisë për instrumentin për reforma dhe rritje në Ballkanin Perëndimor. Ndërmjet bashkimit evropian që përfaqësohet nga Komisioni Evropian si huadhënës dhe i Kosovës, si huamarrës dhe Bankës Qendrore të Kosovës, si agent i huamarrësit. Është miratuar kërkesa e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për kthimin e fondeve të transferuara në buxhetin e Republikës së Kosovës.
në ndërmarrjen shoqërore Qeliku në shumën prej 6.405 euro. Po ashtu miratua kërkesa e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për kursime dhe ndarje. Në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarët e 18 komunave, të drejtë vote do të kenë edhe të rinjët që kanë mbushur 18 vjeç. Pas ditës së zgjedhjeve të raundit të parë, deri më 9 nëntor, ka bërë të ditur zëdhënësi i KSZ-s Valmir Elezi. Raundi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet në 525 qendra të votimit, megjithse 1648 vend votime. Në raundin e dytë të zgjedhjeve do të përdoret e njëjta listë votuese e cila është përdorur në raundin e parë me disa përditësime. Konkretisht, kjo listë është plotësuar me emrat e 1690 të rinjve që nga data 13 tetor deri më 9 nëntor kanë të drejtë të votojnë për herë të parë. Po ashtu nga lista janë larguar rreth 1150 persona që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës apo që kanë ndëruar jetë nga fillim shtatori deri në javën e fundit të tetorit. Zyra e Rregullatorit për Energji ka miratuar aplikimet për licencim të aktivitetit të furnizimit me energji elektrike për kompanitë Suez Solar Park dhe Solar Neo, ndërsa i dha dritë jeshile për tregun me energji elektrike kompanisë Alfa Company. Licencimi këtyre kompanive për furnizim dhe tregtim me energji elektrike u tha se po bëhet për shkak të liberalizimit të tregut të energjisë. ZRE në mbledhjen e sotme vendosi për japjen e procedurës së tenderimit për zgjedhjen e furnizuesit të mundësisë fundit. Ndoshta përveç tjerash edhe për shkak liberalizimit të tregut kemi një numër të madh pothuajse të kërkesave edhe për licencim për furnizim, por të njëjtën kohë edhe për tregtim me shumicë. Aq më tepër tash edhe kemi një lajm i mirë që tash edhe kemi kërkesa siç është kjo e sotme që kemi kërkesa për ndërtim të gjeneratorëve ku shqetësim kanë tregun pa ndonjë mbështetje nga institucionet e Kosovës, po ata energji me shit në tregun e Kosovës. Është një parë shtytësi që sjellin edhe investimet në sektorin e energjisë ose kapacitete të reja, me qenë se ata shohin interes në rast se kanë këtë rast edhe kërkesë, siç është tash këto ditë të sotme që kemi një numër konsumatorëve që janë treg, ata shohin si potencial që këtë energji me ja drejtu këtyre konsumatorëve. Kombëtarja e Kosovës e ka publikuar listën për 2 ndeshjet e muajit nëntor që do të zhvillojnë ndaj Slovenisë dhe Zvicrës. Kapiteni Amir Rahmani është rikthyer pasi mungoi në muajin tetor së bashku me Baton Zëbërçën. Ndërkohë në listën rezerv kanë rënë Florent Hadrxhonaj e Florian Haxha. Për këto 2 ndeshje, këta janë futbollistët e ftuar: portier Arjanet Muriç, Amir Saipi, Visar Bekaj dhe Faton Maloko. Mbrojtës Amir Rahmani, Mërgim Vojvoda, Lumbard Devoda, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Krishnik Hajrizi, Dion Gallapeni dhe Leart Sadriu. Ndërsa në mes fush dhe sulm janë të ftuar Valon Berisha, Elvis Rexhbecaj, Leon Abdullahu, Veldin Hoxha, Lindon Emërllahu, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Baton Zabërçha, Edon Zhegrova, Milot Rashica, Florent Muslia, Fisnik Aslani dhe Vedat Muriqi. Nga 4 deri më 6 nëntor është zhvilluar në Prishtinë vizita e parë në terren e përfaqësuesve të RCA-s. Kompanitë fituese për hartimin e projektit për lojrat mesdhetare 2030. Qëllimi kryesor i kësaj vizite ishte nisja e bashkëpunimit praktik në fazën përgatitore të projektit dhe krijimi i një kuptimi të përbashkët mes palëve për pritshmëritë dhe drejtimit që duhet të marrin punët që duhet të përfundohen. Janë 2 nivele kyçe në të cilët ata do të fokusohen sot. Numër 1 është plani i operimeve dhe shërbimeve të cilët ne do të ofrojmë për familjen mesdhetare e cila do të vizitojë Kosovën dhe natyrisht ajo pa të cilën nuk mundet dhe kjo është infrastruktura sportive dhe infrastruktura e përgjithshme e cila duhet të krijohet për të organizuar lojrat mesdhetare. Një nga temat shumë të rëndësishme do të jenë burimet njerëzore, pra si do të mrim nivelin që sa më shumë staf profesional lokal të jetë i kyçur në lojra mesdhetare dhe plani jon, parashikimet tona janë që mbi 500 persona të rinj nga Kosova do të jenë të angazhuar në nivele të ndryshme të menaxhmentit të organizimit të lojrave mesdhetare.
Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani kthehemi në studio për të diskutuar me drejtorin ekzekutiv të Avonet Kenan Gashi rreth balotazhit, pra që do të zhvillohet të dielën, se kush do të fitojë dhe kush do të humbë pra në këtë garë nga partitë politike dhe kandidatët të cilët janë në raundin e dytë. Zoti Gashi, mirë se vini në Info2. Mirë se gjellë, faleminderit shumë për ftesë. Po e nisëm paraprakisht këtë bisedë me një seancë që është mbajtur sot pra në Prishtinë lidhur me buxhetin ku ju e keni dërguar projekt buxhetin e miratuar nga qeveria në gjykatë. Çka ndodhi sot, çka u kërkua dhe çfarë kërkuat ju në fakt si palë që e keni dërguar? Ne kemi bërë një padi me dy kërkesa, njëra për vendosjen e mosës së sigurisë, edhe tjetërën për padi për anullimin e vendimit të qeverisë. Qëllimi sot ka qenë seanca për mosën e sigurisë, që ne kemi kërkuar nga gjykata që të vendosë mosën e sigurisë për arsye që mos të shkaktoj dëme të pariparueshme me të cilën mund të zbatohet ky vendim, e që në fakt është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin e qeverisë, për shkak që me nenin 72 të ligjit të kushtetutës së Republikës së Kosovës, një deputet nuk mund të ushtrojë asnjë detyrë në aspektin e ekzekutivit, në këtë rast në një pozicionit ekzekutiv, siç janë kryeministë dhe disa deputet, e që në fakt është në kundërshtim me drejtën reale të kushtetueshmërisë. Dhe e dyta është ligji i qeverisë në 28, 29 dhe 30, që e kufizon dhe përcakton në përfundimin e mandatin dhe kush mund të ushtrojë detyrën edhe mund të rrjedh nga çdo procedurë. Pavarësisht kësaj, ne kemi diskutuar dhe kemi trajtuar si çështje që është shumë e rëndësishme për opinionin publik, që ne si organizatë kemi kërkuar që të vendoset kjo mos për të ruajtur buxhetin e tillë ku për mos me kriju dëme të pariparueshme në aspektin ligjor e kushtetues. Kur pritet të merret një vendim ndaj kërkesave të juaja dhe a kishte disponim sot që themi të vendoset një mos e tillë duke parë të qarta dispozitat ligjore dhe kushtetuese që një qeveri në detyrë nuk mund të kaloj projekt ligje as këtë për buxhetin? E para, askush mund të vrejë gjyqtarin a ka vullnet, as ka vullnet, sepse sot është një seancë e parë fillestare që jep mundësinë të trajtoj bazën ligjore dhe të ndëgjoj palët me të cilën si paditje dhe si kundër paditja, që mund të rrjedhë në këtë rast edhe në si Avonet edhe si qeveri, që ishin përfaqësuesit nga qeveria e Kosovës, në këtë rast Ministria e Financës, dhe ne mendojmë që kemi të drejtë plotësisht dhe njëjtë ku është e bazuar në kushtetutë edhe në ligjet e Republikës së Kosovës. Duke parë vullnetin është shumë e rëndësishme që gjyqtari në këtë rast është njëri prej gjyqtarëve që vlerësohet për performancë të mirë, e besoj që ka reflektim pozitiv në çështjen e përcaktimit edhe përkufizimit të cilën e ka. Besoj se sistemi dhe gjykimi në rastet e tilla është proces që duhet të pajtohemi edhe të jemi mos e asaj që të jemi nën përgjegjësinë e asaj që vije. Në këtë rast, pavarësisht se çfarë vendimi mund të vije, ne jemi të pajtueshëm me përgjegjësinë me të cilën ne e marrim. Por çka shumë e rëndësishme që ne pamë shqetësimin më të madh të përfaqësuesit e lëndës që nga Ministria e Financave, që ne pom një prej elementeve që ata nuk kanë njohuri bazike për ligjin e që e kontestojnë edhe drejtën tonë për padi. Domthonë, njëra prej elementeve të tilla është shqetësuese nëse një zyrtar i shtetit nuk e dini përgjegjësitë e tilla, është shqetësim për ne si shoqëri edhe për ne si organizat, dhe njëriku duke mos marrë përgjegjësinë që mandati e atyne njerëzve që kanë votuar si kabinet qeveritar dhe ata që mund të vijen në pozitën e tyre që mund të aprovojnë atë vendim të tyre. Domthonë, ai që nxjerr dhe ai që e miraton, domthonë do të janë dy tabore, kurse janë njëjtë njerëz. Që bie që është një konflikt i pastër e interesit. Mendoni që pavarësisht sajna ose a dhashaj zoti Kurti që nuk do ta dërgojnë në kuvend këtë ose s'do ta miratojnë, sepse ata vetëm e kanë miratuar në qeveri për me dërguar në kuvend, por s'do ta miratojnë kur e propozoi Glauko Njofsin për kryeministër dhe për tentuar për ta bërë qeverinë, tha fuqi plotë në mënyrë që ta miratojnë buxhetin. A bie kjo që nuk mund ta miratojnë në këtë fazë?
Pavarësisht kësaj, propozimet të cilën kanë këtë kohë është i kundërlehtëshëm. Ne po flasim për një mekanizëm shtetëror që është kabineti i qeverisë, kryeministri, zëvendës kryeministrat dhe ministrat janë në kundërshtim sepse kanë mandat si deputet, kanë dhënë betimin si deputet dhe tashmë ata kanë propozuar vetë. Këto është filla e një shkeljes kushtetuese edhe një drejtës ligjore që jaf kanë ndaluar një të drejtë të tillë. Dhe kështu me shikon në këtë prizëm, mbi bjes ku vendi i ri e qeveria e vjetër, ata që kanë miratuat qeveri, mund të jenë përgjagjës për të marrë propozimin nga qeveria me të cilën e kanë themelu, e kanë ndërtu dhe një kohë presin përgjegjësive e tyre. Por ju nga një qeveri që është themeluar nga një kuvend i vjetër. Gati 5 vjet më parë. Ky ka dallim të madh dhe ka një përgjegjësi kushtetuese. Neve jemi shumë të shqetësuar me kundërshtimin kushtetues, me të cilën këta në çdo moment shkelin edhe po veprojnë në kundërshtim me kushtetutën. E çka më e keqja, që shkelin ligjin të Republikës Kosovën dhe po e cënojnë drejtin juridike në vend edhe po rrezikojnë drejtën kushtetuese në këtë shtet që nuk ka ndodhur në praktika të tilla, që besoj që kjo praktikë do të mbohet mend për gjëra më të këqija në çdo nivel të institucioneve botërore, që në fakt është njëra prej veprime që ndoshta ne si shoqëri do ta analizojmë, që ndoshta praktikat e ndryshme botërore do ta marrin Kosovën për gjë më të keqe në shembull. Si shembull, si duhet të ose si thojmë na ja pllokka zezë ose gjëja më e ardhët e diçka që do të tingëllojë negativisht në vend. Zotikoshi, shpresojmë që të paktën qytetarët dhe gjithë ata që marrin pagë prej shtetit mos mbeten pa paga në muajin e vazhdim dhe të gjendet një zgjidhje që të formohet, por ne do dalim pastaj tash në balotazhin, në fushatën në cila ishte. Si keni parë në këtë fushatë që e zhlu këto ditë, ka edhe nesër, do thotë deri në 6:05 të 9 mëngjesit të së dielës. Se keni pa fushatën nga kandidatët që janë në balotazh në këto 18 komuna? E para, rundi i dytë ka qenë shumë i qetë se sa i pari, që në fakt pak shihet angazhim politik që u bën për shumë komuna dhe që ndoshta do të kishte reflektuar në një prizë. Kampanjat me të cilën kanë zhvilluar këto subjekte politike, që ndoshta do të kishte krijuar një imazh shumë më të mirë, por shumë prej këtyre kandidatëve më shumë kanë bërë takime të brendshme, të mbyllura me njerëzit me të cilën e japin një mundësi për të qenë të kufizuar apo për mos me identifikuar nivelin e papërgjegjësisë publike, me quaj ashtu, edhe të njëjtën kohë duke u kursyer nga kampanjat publike me të cilën mund të identifikojnë. Është shumë për mu çudit, vetëm kandidatët për kryetar kanë qenë më fleksibil në atë opinionin publik, duke ndodhur dhe shkëmby më shumë kanë qenë më të rëndësishëm marrëveshjet se sa programet apo idetë që mund t'i kishin bërë njëra me tjetrën. Kjo është shqetësim për mua dhe besoj që mbetet edhe njëra prej shqetësime të vazhdueshme, qysh nuk arrin mi harmonizu programet për një marrëbashkëqeverisje e në fakt që kanë shaktuar dëme në aspektin e ndonjë mundësie për të krijuar një kampanjë të tillë. Domthonë, për mua mbetet si këtë kandidat nuk i kanë harmonizuar me ato kandidat apo me ato subjekte politike, mi harmonizu programet, por vetëm kanë qenë fokus kush po bën marrëveshje me kë për këtë arsye, domthonë është pikpyetje interesante. Varet edhe a kanë programe, a kanë pas programe në fakt edhe qysh në raundin e parë, sepse ato programe do duhet të hartoheshin para raundit parë dhe jo të dytë. Ato do duheshin pastaj, siç thoni ju, vetëm të fuzionoheshin dhe të bëheshin një i vetëm që në qeverisjen e ardhshme të zbatohej. A kanë pas programe këto parti politike edhe para raundit parë? Unë mendoj që disa prej partive, subjekte politike dhe kandidatëve kanë pas plan programe të caktuara, dhe të njëri ku i kanë paraqitur në pika të trasha apo mënyrë narrative programet e tyre. Por këtë kja është shumë e rëndësishme që ata kanë dhënë premtime për fushën e caktuar ose sektorin e caktuar. Po, sepse po shohim edhe rendera shumë mirë, ju i keni pa për projektet si me thonë megalomane dhe pastaj s'po realizohen. Këtu ku është ideja? Në këtë pikpamje, se kanë harmonizuar këto kandidat me subjekte politike interesin e përgjithshëm,
që me fut në programin apo në një marrëveshje të tillë, po sa ata më shumë kanë folur për pozita me të cilën do të marrin si drejtura, sepse këtë subjekte politike më shumë garojnë për të marrë pozita sesa për me harmonizu programet e tyre. Dhe kjo është ose biseda zgatin më shumë për resor sesa për program. Për program. Domthon është njëra prej shqetësimeve këtu, edhe mbetet shqetësim. Domthon ata është në nivelin e papërgjithësisë së tyre për të krijuar një zhvillim dhe një mendësi për qytetarin sesa për pushtetin. Kjo mbetet tradit në këtë subjekte politike. Unë nuk kam vërejtur që një kandidat ose një partis në marrëveshje, që ka thonë që kemi harmonizuar këtë marrëveshje me këto pikat të bashkëqeverisë, por më shumë kanë në folë dhe kanë trajtu çështjen e asaj që mund të vjen si çështje të rezultatit për të përfaqësuar mënyrë të tyre në pozitat të benefiteve tyne, se sa të pozitav me të cilin ju ofrojnë qytetarët mundësi, projekte dhe sistem të shërbimit, edhe ofrim të politika të favorshme në zhvillim ekonomik, në mbrojtjen e mjedisit, në aspektin e përmirësimit të shërbimeve apo afrimin e mbështetjes së subvencionimit të bëjshve, apo të rinisë të sportit. Domthonë kjo është një rol të tillë dhe besoj që është shumë negativ në atë rezultatin që mund të ketë efekt pozitiv edhe mund të nxjerrë një rezultat të kapshëm për çdo kandidat. E që në fakt nuk i kemi pa, nuk i kemi vërejt. Po, si kemi pa, për këto shqetësime, do thonë të kur i kanë arrit koalicionet. Në fakt, po, si keni po ju këto koalicionet që jenë bërë në për këto komuna, do më thonë ju, ishin të pritshme këto koalicione, apo po me ikonë në shtatë dhe befasi? Unë sot e kam bërë një postim për komunën e Vitijës, e që kam thonë, dyshimet, për lexoj kështu decisive, standardet e dyfishtat të partijës të PDK-s në Viti, këndej marrëveshje të brendshme me LDK-n, e këndej takime të fshehta me lëvizjen VDD-se. Sigur para 4 vite, ashtu edhe këtë vit, domthonë pesha PDK-n për shkak dega në Viti, që manë takime të fshehta, këni thotë unë kam një farë marrëveshje me lidhjen demokratike, kurse këndema takine lë bën për kandidatin e lëvizjen VDD-se. I keni këto fakte për këto që po thoni apo vetëm flitet? Unë po bëj deklarime. Domthonë publike. Po, unë po bëj deklarime. Domthonë nuk sepse pasaksia, po them për shkakun se a mund ta hedhim poshtë. Pasaksia në dolën me kundërshtojnë. Edhe mbi bazën e kësaj, unë kam deklaruar edhe kam kërkuar pyetje, kam drejtuar 2 pyetje publike ish kandidatit të Partisë Demokratike, a jeni duke mbajtur takime të fshehta te dhe disa anëtarë të tjerë të strukturës së PDK-s në Viti me kandidatin e vendosur dhe strukturat e tyre, dhe pyetja e dytë, a jeni duke kërkuar vot për kandidatin e VV-s? Unë nuk kam përgjigje, në thotë, ne nuk kemi duke mbajtur takime të fshehta me të lëvizjes vendosje, dhe këndej në ta mohon që s'ka marrëveshje me lidhjen demokratike, edhe në ta mohon që sa të lëbu me për kandidatin e vendosur. Për i ka i keni këto informacione ju që po mon takimet fshehta me lëvizjen vendosje. Këne i ka një marrëveshje të hapur me LDK-n. Jo të hapur. Po në kuptimin që e mbështet, një farë forme, po ju pa marrëveshje publike. Po, një sekret publik, themi. Përse për mora Vitin, për shembull në ato disa krye komuna kanë ndodhur publikisht, kanë bërë marrëveshje lidhje demokratike me PDK-n, ose PDK-ja me LDK-n, ose AK-ja me PDK-n, ose me vetëvendosin. Por kanë bërë marrëveshje. Këtu marrëveshje të heshta më shefta, është një farë djallëzimi, një farë mashtrimi, cilit fitan na jemi me njëri tjetrin, domthonë. Këne po bajnë ka marrëveshje me PDK-n, ne kemi pas marrëveshje, se kemi premtimin. Këne me lëvizjen vendosje, nëse fitan, unë kom pas marrëveshje, se unë s'kom dojë publik me LDK-n, kom pas të kom mbështetye. Domthonë, këtu janë rreziku më i madh që ekziston në rezultatet që mund t'i krijoj në pozicionin e një subjekti politik. Dhe unë asnjëherë se do të kisha preferuar, bile kisha ndëshkuar këto subjekte politike për të ardhmen që nuk janë serioz, nuk kanë përkushtim dhe nuk kanë interes publik për të shfaqur orientimin e tyre politik.
Për shembull ne kemi por në Vushtri, mon Xhafer Goshi, Xhafer Tahiri ka bën marrëveshje publike. Dhe ka qëndruar besnik asoj marrëveshje me të cilën është lidhur dhe ka thonë nuk ka marrëveshje. Do të kundërshtoj kryesia. Absolutisht ka thonë unë nuk do ta mbaj fshat këtë marrëveshje. Unë e bëj publik e u krye mohabeti. Tash a qëndrojmë brapa interesi tyne. Por qëndrimi i pozicionit të Partisë Demokratike, të Lidhjes Demokratike, të AK-s, të Vendimit, do janë synim interesit qytetarit, interesat të tyne që me të vërtet janë vetëm benefite për strukturat dhe njerëz të caktuar. Dhe kjo është fyrje, është ignorim dhe është turp publik, por çdo qytetarit që ja bëjnë e që ata e kanë këtë mendësi e këtë logjik për të shfrytzuar këto hapësira e këto rrethona. A ka koalicione të tilla sipas teje edhe në komuna tjera, sikur rasti i Vitis ku një parti e tretë themi kështu në mënyrë të fshehtë ndihmon një kandidat tjetër ndërsa ose më thon gjysa ne gjysa po ose gjys. Po kjo është çore. Ka shumë subjekte politike në Kosovë që kanë arritur të kenë kësi qëndrime. Edhe të kenë kësi pikpamje, edhe rasti i Vështrisë, ta themi të qartë, edhe rasti i Vështrisë është një thuj se po del që t'jetë i njëjtë, veç që kjo është publik, se Xhafer Tahiri me një pjesë thotë që e mbështet lëvizjet vendosje, ndërsa një pjesë e kryesisë atje dhe degës, siç është Rezarta Krasniqi, ish deputetja e LDK-s, nuk ka dalë hapur që nuk e mbështet bashkë me kryesinë. Në Vushtri është një muhabet tjetër që thojmë populli, është një çështje tjetër, edhe atje ka ndodhur për shkak që Lidhja Demokratike u frigu Partisë Demokratike që s'mund ta mbështetë në për komuna tjera. Po flas si strukturë të tilla, si koncepte të tilla, si mendësi e tillë është rrezik, sepse ata përkëshyrin pozitën dhe interesin e benefitet që me të cilën morrin apo mund të kenë në të ardhmen. Dhe kjo nuk është në interesin publik të qytetarëve. Për mua mbetet shqetësim, preokupim që qytetari i Republikës së Kosovës do të jetë prioritet. Jo benefitet e pozitive, çka i vyn Partisë Demokratike një marrëveshje të tillë, një benefit kur ata vetëm e sistemojnë njerëzit e vet caktuar dhe nuk është interesi tyre për çka ka në viti Partia Demokratike, edhe në para 4 vite në një mëshetësi të tillë, por edhe tash në këto rrethona. Pse nuk ekziston ndonjë komunë tjetër për shembull? Pezomi në Prizren, Lidhja Demokratike e shumë subjekti tashmë kanë zyrtarizuar marrëveshjet me partit apo subjektet politike, edhe me PDK-n. Po, me PDK-n tash janë në Prizren. Por, është shumë e rëndësishme që t'jetë pajtueshmëri, kanë qëndrime, por jo marrëveshjet e tilla janë rrezik interes i benefiteve. Dhe këto parti, dhe këto degë të subjekte politike duhet të ndëshkohen e të mos respektohen as vlerësohen si parti me të cilën kanë leadership e kanë mekanizma dhe strukturat e tilla. Por këtë arsye dhe kemi komuna që nuk kanë llogaridhënie transparent dhe njëri ku funksionojnë në format e tilla, por qytetari është nganjëherë fajtori kryesor, sepse nuk duhet t'i mbështet e as të pajtohet, pas të bindet nga këta abuzus, pequj ashtu, të pushteteve edhe të pozitave me të cilën nganjëherë luajnë në rolin e interesit dhe benefitet me të cilën morrin nganjëherë nga këto raste. Fokusi kryesor aktualisht edhe para balotazhit në raundin e parë, por edhe sidomos në raundin e dytë është në 2 komuna kyçe, sado që edhe Prizreni është një si më thon qytet që është i rëndësishëm për komunat. Si e ke po zhvillimet për Prishtinën edhe për Mitrovicën? Nalimi te Prishtina, nuk ka koalicione të zyrtare, por thuhet që PDK-ja në mënyrë të heshtur e mbështet LDK-n. Si ke par këto zhvillime për Prishtinën? Unë kam thonë që Partia Demokratike e mbështet Lidhjen Demokratike, por shkak pikpamje politike në nivel vendi, por shkak që PDK-ja si deg e si çështje, ju keni vërejtur që përpara, unë jam kritik i ashpër i përparem Romës, por përparem Roma ka arritur të nxjerrë në pa mbështetjen e njerëzve të donur nga lufta. I kam mbështetur edhe iniciativat që kanë ardhur për të burgosurit ose të paraburgosit në Hog, edhe ka themeluar sektorin e shoqata ose sektorin e
personave të dolën nga lufta, organizator. Ka vepruar, ishte edhe në Tiranë në protestë. Edhe në Prishtinë ka qenë. Edhe në Prishtinë patjetër. Është njëri prej njerëzve, prej kryetarët komuna i vetmi, që ka mbështetur publikisht iniciativat që vjen frymëzim që ka Partia Demokratike. Që bie që në frymëzimet e tilla, në çështjen e tilla, Partia Demokratike nuk ka marrëveshje publike, por ka një pajtueshmëri edhe një mbështetje publike. Domthonë ju e keni pa edhe familja e Hashim Thaçit ka dhënë në mbështetje dhe përkrojë të përpara Po publikisht. Por mbi të gjitha ka treguar orientim. Nëse s'ka marrëveshje të shkruara, po ka marrëveshje të thënë. Është deklarimet publike dhe interesi i Partisë Demokratike të Listë Demokratike është që në ato komuna, ku nga lëvizja vendose, duhet të mbështetet kandidatit e PDK-s, LDK-s apo të AK-s. Besoni që do të jetë një garë ku do të funksionojë kjo sikur edhe në 2021-ën ku në mënyrë të heshtër është përkrahur zoti Roma, a besoni sepse është një garë jashtëzakonisht e ashpër, besoj keni pa edhe debatet që janë zhvilluar dy gjatë kësaj jave. Përpara Roma është njëri prej strategëve të mirë që din të luaj me publikun e që të luaj momente, i shfrytëzon moment. Ju e dini shumë mirë që zoti Roma ka pasfryzuar një moment me Arben Vitin duke pyetur sa metra edhe sa hapësirë edhe fitoj debatin, edhe fitoj zgjedhjet. Ja këto momente me të cilën e shfrytëzon zoti Roma është ka aftësi dhe kapacitet për këtë gjë. Jo që ka qeveris mirë edhe që ka menaxhuar mirë. Është njëri prej kryetarëve që sipas raportit të auditorit kanë nxjerrë në konstatim shumë çështje që shihet dhe vret për një abuzim total të qeverisës së tij, por fati më i mirë i tij që ka një kandidat nga lëvizja vendose me një prej personave që s'ka origjinë nga komuna e Prishtinës, është i ardhur, si thënë populli, dhe prishtinalitë këtë sa nuk e pëlqejnë dhe nuk e dëshirojnë, dhe kjo e ka penalizuar zotëria Halula Çikun. Këtë kjo është që zoti Roma është në hapësirën më të mirë të mundësisë së fitores, e që e shumë me ditën e diel në ora 8, sepse qatë kopi kuptojme kush po fitan. Kush ka po shkon. Ka po shkon edhe besoj që zoti Roma është kryetari fitores për komunën e Prishtinës, edhe pse unë gjithar kam thonë që zoti Roma është e keqja e Prishtinës. Por nuk si thojnë nuk ka më të mirë, apo do të duhet Qëre, më i miri ka qenë Urani Smolji, sepse do të ishte Urani do të ishte mundësia më e mirë që do ta kishte mundësinë më të mirë për të sjellë alternativë komunës së Prishtinës. Për shkak që ai ka pas plane të mira të mundshme që ta shndrojë Prishtinën në një kryeqytet të modernizuar me projekte të kapshme edhe funksionale. Por qytetari s'u mbështet pra. Pse s'u mbështet? Sepse u lërsu nga shtore. Sado që u tha që ka rritje të votës dhe ka, si me thonë, por pse nuk u mbështet? Prishtina ka Prishtina edhe lypi ndryshim pra, edhe nuk votojnë nëse po themi ashtu, sepse nuk jam unë për të gjyku këtu, por qytetari i Republikës Kosovës. Se kush duhet jetë? Jo vetëm në Prishtinë, po në tërë Republikën Kosovës është qytetari befasum, domthonë flet me llofe odash e kafëv, por të vendit ku duhet të reflektoj pozitiv nuk e ka një mendësi të tilla, është niveli i qytetarizmit tonë, është niveli i shoqërisë tonë. Ju e shihni mirë që edhe nivelin e pushtetit qendror, për çdo ditë ka qytetar për shumë gjëra, vota po merr zoti Kurti. Kjo nuk është përgjegjësi e opozitës që s'po din me shtrim idenë dhe konceptin, po është mendësia e këtyre qytetarëve. Ne si popull që s'di me vlerësu, na e kemi parë edhe në të kaluarën, që ne e kemi shohë dhe dëshmorët, edhe kemi fyë dhe kemi banalizuar dhe veterantë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk është e çuditshëm se kemi këtë gjendje në shoqëri. Dhe unë mendoj, unë e shoh nga vetvetja, domthonë unë ndoshta shumë bëj një aktivitet të dobishme për komunitetin, reagoj e baj aktivitete me çfarë do epiteti mi jopen, ky njeri që përfiton, ky njeri që blen me dhëtara me 100 euro, domthonë ne jena të rritur e të krijuar për këtë mendësi e që në fakt do të isha i shqetësuar nëse unë s'do të kisha përjetu me një rrethon nëse do të më kishte më shtet ekziston një mendësi e tillë.
po vetë nejna përjetu si tjilë dhe foti ma i ketë që këtyne qytetarëve është që pëllaqun për çdo ditë me probleme. Edhe mbi gjitha për mua mbetet edhe preokupim për një mendësi të tillë, e që në fakt është merit e qytetarëve, nuk është merit e atyne që punojnë keq, sepse qytetari nuk din të se në alternativë dhe propozim për të pas mundësi alternative dhe mundësi më të mirë për qeverisje të efektive llogaridhënie. Dhe kjo është që duhet të reflektojë në nivelin lokal. Ja keni pas zotëria Gjimaliu, unë kam deklaruar atë ditë që ka unë nominuar, kam thonë që edhe zotëri Kurti me qenë kandidat për kryetar të komunës së Ferizajt. Në ngarë me Agimaliu, në Agimaliu ka me mujtë. Për shkak që opinioni dhe përshtypja qytetare është shkruar për Agimaliun. Dhe ashtu ndodhi. Agimaliu ka fituar pa balotazh në komunën e Ferizajt, për shkak që zoti fiton tash disa mandate, themi drejtën, por është interesant që nuk është edhe që edhe këto zgjedhje nuk e kumpo si më thonë, një lumturi të PDK-s fort që pse fitoj pa balotazh Ferizajn, që është një komunë jashtëzakonisht e rëndësishme, më shumë ku fokusuan qysh u rrit vota në Prishtinë. Agimaliu është njëri prej figurave shumë të njohura në Republikën e Kosovës. Është njëri prej mundësive më të mira që PDK-ja mund të ketë një zhvillim, një rritje me Agimaliun. Dhe tendenca për të mos krijuar një hapësirë të tillë ka reflektuar në këtë çështje që Partia Demokratike mos me festuar në Ferizaj fitoren e Agimaliut. Si shtas kush pe kryesisë. Po zotli Memlek Krasniqi shkoi ke festoi ke fitoren e humbur e të fituar me hulumtime ata që kanë ato, domthonë me gjëra të pavërteta. Domthonë ne kemi këtë gjendje me të cilën subjektet politike të lavdrohen e fitojnë me gjëra që nuk duhet të krenohen. E qytetarët kanë këtë lider, në fakt e kanë këse popull dhe këse mendësie me të cilën ky vend e ka. Qysh është janë dy komuna tjera do të diskutojmë Mitrovicën, është një garë e ashpër. Qysh është Mitrovicën prej atyre dështimeve, domethënë katastrofale të exit polleve të gjitha njësoj me humbje, domethënë 10-12%, domethënë marrë gabimit që i kishin. Qysh i ke po dhe qysh është aktualisht. Me LDK-n ka marrëveshje Arjan Tahiri i PDK-s, beson në anën tjetër pej Kurtit të poshtë gjithë qeveria i kanë zbarkuar në Mitrovicë. Une po du më të thonë për 3 komuna që po du me lidhë me Mitrovicën. Une mendoj që struktura televizën në vendin ndusë nuk e kanë mbështet Fatunin në rundin e parë, po të mbështenë në rundin e parë, ai do të kishte kaluar pa balotazh. E para. Edhe ata strukturat televizëve vendosë ju kanë friksu për shkak autoritetit që ka Faton Peci. Po të kishte kaluar pa balotazh, Fatoni nuk do të kishte marrë parasysh strukturat televizëve vendosës, por do të kishte fituar fullvet. Mbi bazën e kësaj, ata s'e kanë mbështetur dhe kanë lënë deri me orën e këtë pikë. Unë mendoj që Arjan Tahiri është njëri prej djemve më të mirë që një, e djali zoti, i guximshëm, i njohur për qeverisjen lokale, ka njohuri e ka provoj të mirë në qeverisjen lokale, por në këtë rast Faton Peci është mundësia e fitores së Mitrovicës. Por shkak që angazhimi i strukturave televizëve vendose kanë arritur të mobilizojnë. Sikur është rasti i Fushë Kosovës, domthonë Valoni shumë ka projekte shumë më të rëndësishme se sa Besniki. Bili Besniki ka qenë pjesë e strukturave qeveritare. Ai kur s'ka bon, bili që ka bon më e keqe, ka dizajnuar politike, ka hartuar dokumente e udhëzime administrative që ka dëmtuar shumë komuna duke si praktikat keqe me udhëzime administrative apo me dokumenta me të cilën është dashur të krijojnë një veprim të tillë. Ose kena në Obileq, Halilin me Gjaferin. Unë kam thonë në ditën që është nominuar, Gjaferi ka një kundër kandidat shumë të fortë që rrezikan mundësinë e një fitore të tij, domthonë të Gjaferit, dhe unë e shoh potencialisht që Halili mund të jetë fitues edhe në Obileq, siç mund të jetë Valoni në Fushë Kosovë, nëse nuk mobilizohet Partia Demokratike në Fushë Kosovë, besoj që Valoni do të jetë fitues, qysh do të jetë Fatoni në Mitrovicë.
Qështë është Prizrenin? Atje kemi një koalicion tashmë të kuajnë. Sepse ju keni po besoj që edhe zoti Berisha me partinë e vetë ka dalë dhe po e mbështet Arban Aboshin e Lëvizjeve Vendosje. A shë një konkurrencë këtu të mundshme të Abroshit që mund t'ja del ndaj totajt? Një rrethon e tillë ka qenë para 4 vite. Myteras Kuka ka qenë i pari, Shaqir Tuta ka qenë i dyti. Me pavarësisht çdo numrin e votave ka pas, por Myteras Kuka ka humbur për shkak se ka pas marrëveshje me asnjë subjekt politik. Domthonë as Lidhjen Demokratike s'ka pas, as nismën, as kënd ka humbur. Shaqir Tuta ka pas mbështetje edhe pakicat edhe këto parti. Tash e kemi një rrethon tjetër. Tash e kemi LDK, nismën e AK-n që mbështesin Shaqir Tutën. E një numër i madh e mbështesin nga pakica Shaqir Tutën. Domthonë, nuk është sikur një rrethon para 4 vite. Domthonë, favori më i mirë është që Shaqir Tuta të vazhdojë të fitojë, e një kohë Artoni mos të arrijë fitoren për shkak që s'ka ditë edhe suni ka bin të ketë marrëveshje pak më gjerë se sa parti tjera. Pra nuk e shënin në rrezikim të zotit Tutaj nga... Unë kam po që në rundin e paraj mund të ndryshoj shumë Shaqir Tutaj, do mund të bie, që në fakt nuk ka pas mundësi të bie dhe që me e keqja, nuk ka arrit Vendosja të bin pakicat, ti morin votat e komunitetit, ti morin votat nga komunitetit dhe të kenë në partneritet, e që në fakt ne kemi një gjendje faktike me të cilën Shaqir Tutaj prinë. E pat në i befasi sidomos në Dragashkit bashkëpunimin e PDK-s me Vetëvendosjen, sepse ju i dini rivalitetin, por edhe të AK-s themi me Vetëvendosjen, duke e pa qëndrimet e liderit saj zotit Haradinaj, karshi Vetëvendosjes edhe Kurdit. A i pat si... Sot në viti e kemi një lidhje të marrëveshjes Lëvizja Vendosje me AK-n, edhe PDK-ja me VN, po pavarësisht kësaj, në këto komuna të vogla nuk një rëveshëm, sidomos partit ku janë të vogla, nuk kanë me fare efekti për me pos, por mbi gjitha kemi mundësi të reflektojmë pozitivisht që mund të krijen një anë ma e bukur për të nxjerrë rezultatet. Se sa këto subjekte politike i mbinin elektoratin e vet për ta bin, për të pas vota është shumë e çuditshme. Edhe besoj që nganjëherë kur te kandidati, për shembull, për marrë një shembull, Sokolaliti me Lëvizjen Vendosje, besoj që Sokoli do të reflekton shumë se sa ai Vetëvendosjes. Pavarësisht se sa mund liderët e partive të degëve të lidhin marrëveshje, elektorati nuk bindet për të dhënë votën Lëvizjes. Ai çdosh mos mu përzi qendra në nivele lokale, në koalicione këto dhe të mos krijohet kjo jemi në luftë në qendër, po bashkëpunojna poshtë atje nivele lokale. Mos mu përzi qendra, për shembull në rastin e Vitijës, Partia Demokratike mund të zhduket. Për shembull, papërgjegjësia e disa figurave atje në Viti i ka shkaktu dëm Partisë Demokratike, që asë ne kanë rrit, e asë ne kanë zhvillu, e asë ne kanë pos mundësin të vinë në imagjinat të vinë fituse. Po mos ketë ndikim qendra, për shembull kësaj raste, mund të ketë ndëshkem të partneritetit, edhe mund të hahu partinë. Kështu që unë mendoj që do të më ekzistojë një bashkë qeverisë, bashkë menaxhem e bashkë... Jo, në kuptimin e lidhjes koalicione, po thëmë për shembull... Koalicioni, bashkë për koalicione ka përflas. Duhet përzi. Se Haradinaj tha ne nuk ju përzimi qendra fare, do më thonë që me lidh koalicion me këtë dojnë. Edhe pse unë jam një farforme në luftë me Albinin, në Junik s'ka problem atje bashkëpunoj njerëzit degt me zveti edhe ecin përpara. Po, por nuk mund të lejoj pselia. Partia bjavlon dur të lira njerëzve që kanë interesa, e që kanë benefite, e që nuk e kanë përsynim qytetarin dhe partijen. Po, e kam një pyetje të fundit, kështu një rrumullaksim. Kush fiton dhe kush humb të dielën? Unë mendoj që Lidhja Demokratike ka me pas rëmje, Lëvizja Vendosje ka me pas rritje, e PDK ka me mojt ashtu që shiko. Do nuk shenin shumë ndryshime, as befasi. Por pas Lëvizja Vendosje që do të rritë. Zoti Koshi, faleminderit shumë që ishe sot në Info. Kënaqësishte. Shikues nderuar, ne kaq kishim për sot dhe për këtë javë, që ishte emisioni i fundit. Ne do të shihemi sërish të hënën me emisione dhe të ftuar të tjerë. Deri atëherë bashkë mirupafshim.